Prokuratët e këshillonin sultanin se po të largoj dhe po të mos e shikonte më me sy atë mjerim dhe atë armik ka më gjakatarët, do t'i largoj gjithashtu edhe sëmundja me të rrvojtjet e saj. Por duke parë se sëmundja po bëj çdo ditë edhe më e rëndë, dhe se po e linte dal nga dal fryma, e kuptuan që të gjithë se s'mund ta largonin atë goditje të fatit, me asnjë ndryshim vendi, me asnjë fuqi apo kujdes njerëzor. Prandaj, ata pa ja pushuar bara trupit të mbaruar, po përpiqeshin tani secili sipas mundësive të vet, si jetim pa kapedant, të siguronin çdo gjë me të cilën mund të shpëtonte ushtria, ajo furtunë, dhe kështu, pasi ngritën çadrat të cilat ishin tepër të shpërndara, dhe prandaj mund të sulmoheshin dhe të dëmtoheshin më lehtë nga armiku. E mblodhën kampin në një rreth më të ngushtë dhe forcuan me armë shumë të fuqishme dhe me forca luftëtare shumë të mëdha. Pasi rregulluan kështu të gjitha, po prisnin ose vdekjen e tiranit, e cila do t'i jepte fund atëherë luftës ose ndoshta shërimin e tij, dhe ta forconte rrethimin me masa të reja. Skënderbeu nuk i shpëtonte asgjë nga këto, sepse më njan ai kishte zbulonjet që i shkonin të gjithë, pa ia parashtruar si ti kishte para syve, në anë tjetër të aratisurit, shumica të cilëve shkonin dhe grumbulloheshin për ditë tek ai, dhe në qytetet e tjera, dhe zbulonin planet më të fshehta të armiqve, sidomos pasi kish filluar të besojë nga turma dhe të pritemi siguri vdekje e mbret. Prandaj, edhe Skënderbeu e hoqi mendjen nga sulmet e zakonshme dhe po e ruante tërë trimërinë e vet për në vdekjen e tiranit. Megjithatë, ai shëtiste ditë e natë e për mal të krues dhe bisedonte me vrana kontin, gjithashtu ende me trupa të shumë në përkodrina fqinje, se mos mund të zinte ndonjë palë rob të ushtrisë, dhe vetëm me këtë pamje i bënte armiqt që të pikëlloheshin. Por kjo ndërprerje nuk zgjati shumë, ndërsa armiku ishte në pikullim e në pritje, pse otomani dha frym brenda atyre 3 ditëve. Onse kur u ndjeu që i kish harruar dita e fundit, bisedoi shumë me prokuratë, të njërin në shtrat, duke u ankuar me të madhe për fatin po ja nxinte jetën me një vdekje aq të turpshme, saqë ai cila i kish vënë sa e sa herë fren trimërisë hungarete dhe i kish dukur madhështinë e grekëve. Por thuajse bashkë me emrin e tyre, po shtrëngoi të jepte shpirtit të përuar në muret e një qytete të humbur dhe në syt të një armiku aq të ulët. Pastaj, megjithëse që trupi i kishte mbaruar fare, dhe lotët që erdhinin në përfaqe nga shikimi i të birit, se linin plakun të nxirtë zë, u kthye nga Mehmeti, dhe pasi pola me shumë mall në besë të vetëve, i dha këshilla të shumta, herë në praninë e të tjerëve që po e dëgjonin, herë pa praninë e njeriu. Një gjë i përsëriste shpesh, se armiku nuk duhej përbuzur kurrë. Vetëm për këtë ai kishte penduar tërë jetën dhe do të vazhdonte të pendojë edhe më pas.